Karakatina e pronës që shkaktoi një tragjedi të madhe njerëzore dhe një akt terrorist brenda shtetit është një dëshmi e thellë e një mjerimi institucional. Ngjarja e vrasjes gjakftohtë të gjyqtarit të apelit nuk mund të reduktohet thjesht në një konflikt prone, pas asaj qëndron një mentalitet banditesk i përqendruar në pushtet, ku vendimet sundohen nga lart dhe institucionet janë vetëm një fasadë. Përdit tentativat për ta paraqitur atë ngjarje si një sherr pronash kanë qenë një përpjekje për të errësuar realitetin. Ky ishte një akt kriminal i nxitur nga kultura e impunitetit dhe nga ideja se disa aktorë mund të kenë karta bianco për të vepruar me dhunë. Një shfaqje e tillë e pushtetit absolut krijon përbindësin që sot i mori jetën Astrid Kalas, jo për një dokument të diskutueshëm, por sepse ka njerëz që ndihen të paprekshëm dhe të autorizuar për të vendosur mbi jetën e tjetrit. Vdekja e Astrid Kalas është një monument horror që na tregon se nuk jemi ende të aftë të quhemi një shoqëri evropiane. Së pari sepse sistemi nuk i garantoi jetën dhe sigurinë një elementi të drejtësisë. Së dyti sepse kemi lejuar që konflikte të tilla të shndërrohen në bombë me sahat, me pasoja tragjike. Gjykata është vendi ku zgjidhen diskutimet ligjore, jo arena ku prodhohen dënime me armë. Kur administrata dhe burokracia prodhojnë vendime paralele për të njëjtën pronë, krijohet terreni për dhunë ekstreme, si ajo që ndodhi. Për 30 vjet, forstrimi i akumuluar nga keq administrimi, korrupsioni dhe pazaret mbi pronën ka përfunduar shpesh në sallat e gjykatave, por kur drejtësia nuk funksionon si duhet, kur institucionet zvarriten ose kanë interesa, konflikti civil rrezikon të kthehet në konflikt fatal. Kjo është përmasa e tragjedisë që përjetuam me Astrid Kalan, dhe kur pas një tragjedie të tillë vjen reagimi i shpejt politik dhe operacional që synon të zbraz vendin nga problemi me metoda shkatruese, si prishjet me tritol që shpesh shoqërojnë veprimet e IKMT, lind pyetja: a zgjidhen problemet me dhunë dhe me spektakël? Përgjigjja e shoqërisë duhet të jetë e qartë. Jo, zgjidhja kërkon një reformë të thellë institucionale, drejtësi funksionale, mbrojtje e pavarur e gjyqtarëve, administratë transparente dhe ndëshkim real të abuzimeve me pronën. Vetëm kështu mund të parandalohet që tragjedi të tilla të përsëriten.